Në ekranet që ndizën para se të mësohet alfabeti dhe në botën virtuale që po zëvendëson oborin e shkollës, po rritet një brez më i lidhur me algoritmet se sa me realitetin. Pikërisht për këtë temë ka folur sociologu dhe profesori i Universitetit Nëna Tereza në Shkup, Sunaj Raimi. Ai u shpreh se sot jemi duke jetuar në kohë të vështirë, ndërsa rrjetet sociale kanë vërshuar gjithandej dhe viktimat nuk janë vetëm të miturit. Unë mendoj se ka ardhur koha që jo shoqëria jon, po shoqërit e gjitha vendeve të botës të ulen pak të bisedojnë me ekspertët e çështjes, me sociolog, me filozof, me sociolog, psikolog, po pse jo edhe me ata të IT-s, për shembull, edhe të shohin, të gjejnë ndonjë modul, të gjejnë ndonjë mundësi, për shembull, një platformë të caktuar, e cila këto grup mosha të reja në një farë mënyre do t'i mbronte nga ky atakim, nga kjo kanosja, nga kjo rrezik, cilët sillen nga ana e përdorimit të rrjeteve sociale. Raimi theksoi se kohëve të fundit të gjithë po i përcjellim këto informacione qoftë nëpër lajme ose nëpërmjet portaleve të ndryshme, ku ceku se po marrin informacione se shtetet e caktuara vetëm se kanë filluar të vendosin masa të tilla mbrojtëse, ku sipas tij diku ndalohet për grup moshë në 16 vjet, përdorimi ose qasja në këto faqe ose rrjete sociale. Këtu në Maqedoni, unë personalisht si sociolog që i përcjell vazhdimisht këto ngjarje sociale, për e shoh se kanë nisë disa qytetar një lloj iniciative në për këto platformat, ku shikojnë të marrin marrin do me thonë më tepër përkraje prej njerëzve për me fillu një procedurë, ndoshta edhe ligjore, me çka sikur edhe Slovenia që e ka bën këtë fundit, ndalimin do me thonë e rrjeteve sociale për grup moshet nën 16 vjeç, që edhe te ne dojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Sociologu Raimi gjithashtu ka treguar se të gjithë jemi qenie njerëzore dhe qofshin ndonjëherë ato ndryshime shumë të mira, edhe ato ndonjëherë sjellin telashe sepse njerëzve ju duhet kohë derisa të adaptohen në rrethanat e reja. Ashtu duhet edhe të bëhet, si me thonë, detoksifikimi. Do me thonë, me gjetë një antihelm, antidot kundër që këtyre helmimeve të këtyre rrjeteve sociale që po ja bëjnë gjeneratave të reja, bëhet me mençuri, bëhet me njerëz të cilët janë ekspertë të fushës, që lidhen të gjithë, dhe e shohin cila është modusi, forma, mënyra, qasja më e mirë që të mos dëmtohen për shembull rinia, i kanë 15 vjet, 16 vjet, por mënyrë më janë ndalu, ndonjëra e mund të shkaktojë edhe krizë psikosociale, domethënë psikike në atë kuptimin mund të sjellë edhe ardhje të disa shqetësimeve me përmbajtje për shembull depresive. Kujtojmë se gjithashtu dhe Australia ndaloi aksesin në mediat sociale për fëmijët në 16 vjeç dhjetorin e kaluar, ndërsa Franca miratoi një ligj muajin e kaluar që ndalon përdorimin e mediave sociale për ata nën 15 vjeç, kurse qeveria çeke po shqyrton ndalimin e përdorimit të mediave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç, mes shqetësimit në rritje për ndikimin e platformave online tek të rinjët.